Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Dua tani të sjell pranë jush një moment, një incident që ndodhi natën e mbrëmshme gjatë performancës së Gjestit. Incidenti më shumë është kapur nga momenti live kur Xeni, një nga ish banorët e Big Brotherit, ka qenë kyçur live në Instagramin e tij për t'ju treguar të gjithë shqiptarëve momentin kur Gjesti do të ngjitej në skenë, do të performonte për atmosferën që u krijuan në SKP Club dhe për të gjithë mbrëmjen e bukur që kaluan. Gjatë këtij momenti, Gjesti ishte i ulur pranë skenës duke ju dhënë dorën fanseve të tij, publikut të tij, dhe në momentin që Gjesti u ngrite dhe po këndonte me mikrofonin për të dhënë atmosferë, fishek zjarre të udhozën dhe njëri fishek zjarre kaploi fytyrën e Gjestit edhe pak kanatierën që Gjesti kishte veshur. Unë do dua tani të nxjerr po këtë moment që ju ta shikoni edhe ne ta komentojmë avash këtë ngjarje që në fakt ka ndodhur natën e mbrëmshme. Një incident i papritur ndodhi natën e mbrëmshme në SKP Club gjatë një performance energjike të artistit të njohur Gjesti. Në një moment kulmor të shfaqjes, teksa atmosfera në klub ishte elektrizuese dhe publiku brohëriste me entuziazëm, stafi organizator vendosi të ndesë fishek zjarre për të krijuar një efekt vizual dhe më magnitës, por gjithçka mori një kthes të rrezikshme brenda pak sekondash. Një nga fishek zjarret, ndoshta për shkak të një gabimi teknik ose pozicionimit të gabuar të Gjestit, fluturoi në drejtimin e Gjestit, aty ku Gjesti ishte realisht, ishte shumë afër fishek zjarrit dhe u përplas drejt për drejt me fytyrën dhe kanatierën e Gjestit. Pamjet filmike të momentit tregojnë qartë si flaka u përplas në trupin e tij, ndërsa ai me një refleks të menjëhershëm largohet nga skena për disa sekonda, do të thënë largohet nga ky pozicioni ku është për disa sekonda, duke tentuar të shmangë ndonjë dëmtim brenda vetes së tij. Ai thjesht e shikoni befasuar Gjesti, e shikoni momentin, edhe po e prek kanatierën, është gjithçka në rregull dhe po kthehet nga DJ, por njëkohësisht i kthehet edhe Xenit që wow, çfarë ndodhi. Në një reagim të admirueshëm profesional, Gjesti pas një çasti kthehet përpara publikut dhe bën një shenjë wow me duar, një lloj shenje që përpiqej të zbute tensionin e situatës dhe të vazhdonte performancën. Megjithse shikoi qartë që kishte marrë një goditje të papritur. Reagimi i publikut dhe i stafit ishte gjithashtu i menjëhershëm. Unë e pash që në moment që Gjesti iku, ishte një çun tjetër aty tek pozicioni ku është e parapame të vehen miksetat e DJ-ve. Ishte ai që bështe gati të vrapon nëse Gjesti ka një diçka, po do të thënë, ky fishek zjarri nuk e preku Gjestin fare. Thjesht Gjesti u largua menjëherë se po ta kishte prek, ndoshta edhe mund ta dëmtonte gjatë gjithë kohës që ju po e shikoni këtë gjën. Do të thënë, pati momente pas sigurie, ndërsa punonjësit e sigurisë pastaj e panë më shpejt këtë situatë dhe panë që nuk është asnjë gjë, do të thënë, edhe DJ e pa se nuk ka asnjë gjë dhe Gjesti u kthye menjëherë, do të thënë. Fatmirësisht duket se gjithçka përfundoi pa pasoja fare për Gjestin, ndonse incidenti ngre seriozisht shqetësime për masat e sigurisë në aktivitete të tilla. Përdorimi i efekteve speciale si fishek zjarret në hapësira të mbyllura dhe të mbushura me njerëz kërkon një përkujdesje ekstreme, pasi rreziku për dëmtime të rënda është gjithmonë më i pranishëm. Në rrjetet sociale, videoja e incidentit u përhap me shpejtësi, duke shkaktuar shumë reagime nga fansat, të cilët shprehen shqetësimin e tyre për Gjestin dhe njëkohësisht vlerësuan profesionalizmin e tij në përballimin e situatave. Duhej të kishin patur më shumë kujdes, thonë. Gjesti u tregua burr, por kjo nuk duhej të kishte ndodhur dhe falemnderit Zotit që nuk ndodhi ndonjë tragjedi. Ishin vetëm disa komente që mbushën platformat online. Në një deklaratë të shkurtër për media është dhënë në për të gjitha, do të thënë thuhet që nuk ka patur asnjë gjë serioze, ju e shikoni edhe vetë këtë momentin, do të thënë ka qenë gjithçka në rregull, Gjesti thjesht është larguar menjëherë, por fuqia e fishek zjarrit ka qenë shumë e madhe. Dhe fuqia ka qenë shumë e madhe derisa Gjesti largohet dhe i ngren duart kështu,
fuqia ka qenë shumë e madhe e fshekzjarit dhe në qoftë se gjesti do të vazhdonte, sepse gjesti ishte në këtë pozicion dhe në momentin që gjesti po këndonte, do me thënë zjarri po hypte, ai do të digjej, do të përfundonte shumë keq. Ja ju po e shikoni momentin si gjesti po mbrohet edhe po largohet. Dhe kjo po e bën që do me thënë duhet të kemi shumë kujdes në për këto gjëra. Ky incident duhet të shërbejë si një thirrje serioze për të gjitha klubet, organizatorët e eventeve dhe artistët që t'i japin përparësi absolute sigurisë në çdo moment, sepse kur bëhet fjalë për fishekzjarje të këtilla dhe efekte speciale, mjafton vetëm një sekond pa kujdesi që të ndodh e papritura. Këto janë shumë të rrezikshme, do me thënë, por shqyqyr Zoti të gjesti nuk pati gjë. Tani edhe ndoshta ato nga stafi të cilët i kanë lëshuar këto fishekzjarjet nuk i kanë parë mirë që gjesti ka qenë afër fishekzjarit edhe fishekzjarjet do dhizen, por shqyqyr Zoti që gjesti reagoi dhe sot është shumë mirë. Do me thënë, nuk pati incident, por është një lajm që ka marrë më shumë jehon dhe të paktën në për organizime tjera, eventet e tjera të kenë më shumë kujdes për këto fishekzjarje sepse vërtet janë shumë të rrezikshme.